Falja është hakmarrja më e mirë. Të gjithë jemi plot me dobësi dhe gabojmë shpesh. Gabojmë nga inati, nga nxitimi, nga dashuria, nga padituria, nga lakmia apo xhelozia. Gabojmë sepse nuk jemi perfekt. Kur njeriu dëmtohet, fyet, lëndohet apo trajtohet padrejtisht, mendja i shkon tek hakmarrja. Dëshira për të hakmarrë është problem. Disa mendojnë se do ndihen mirë nga hakmarrja, dhe se dimja tjetrit do t'i lehtësojë ata, por hakmarrja dëmton edhe atë që mendon. Hakmarrja nuk është zgjidhja më e mirë dhe është sinonim i drejtësisë. Mos merr vendime emocionale, shtyje inatin për më vonë, ai do të zbutet ose do të zhduket. Çdo fitore që vjen nga inati dhe hakmarrja është fitore dështimit në jetë. Mos se bëj hakmarrjen qëllimit tënd, largoj atë nga jeta jote. Kujto fjalët e Sokratit, nëse vendosni të mirë udhëtimin e hakmarrjes, bëni gati dy varre. Fokusi tek hakmarrja i mban të freskëta plagët. Hakmarrja nuk i shëron ato dhe as nuk e zhbën dhimbjen. Thjesht zgjat ciklin e vuajtjes. Zemërimi është si të pish helm me veprim të ngadalt. Mos haro, mendja që nuk është në paqe krijon sëmundje. Zgjidh faljen. Falja është veti e njerëzve të mençur. Hakmarrja ta erëson jetën, ndërsa falja ta ndriçon atë. Inati të plak të bën të vogël, ndërsa falja të lartëson. Falja e njerëzve që të ka lënduar dhe largimi i tyre nga jeta jote është dhurata më e bukur për veten. Falja tregon se ti vërtet e do veten. Falja tregon se ti je i fortë dhe se ke jetën nën kontroll. Por falja kërkon guxim. Falja kërkon të ulësh egon. Të falësh nuk do thotë të pranosh veprimet e gabuara të dikujt dhe as ta bësh atë përsëri pjesë të jetës tënde. Të falësh nuk do thotë të mos ndeshkosh të keqin dhe as të pengosh drejtësinë. Të falësh nuk do thotë se ata e meritojnë atë, por ti zgjedh të jetosh në paqe me veten. Mendo pak, pse të mos falësh kur e di që karma nuk ta fal? Shumica e njerëzve fajsojnë dhe sabotojnë jetën e tyre me mendimet e tyre negative. Kur e dinë se falja largon çdo lloj negativiteti, ata fajsojnë të tjerët sepse e kanë më të lehtë se sa të ecin përpara. Roli i viktimës i jep atyre rehati. Kush fiton nëse ti largon urrejtjen dhe krijon paqen me vete? Kush fiton nëse ti fal dhe i largon ata nga jeta jote? Kush fiton nëse ti ecën përpara? Ti fiton. Ndaj çlirohu nga uragani i urrejtjes dhe nga prangat e vuajtjes. Mbill fale këtë korrësh pajtim, merr përgjegjësi për jetën tënde, drejtoje jetën drejt paqes dhe lirisë. Bekoj ata që të ka lënduar, sepse pa i kuptuar të kanë bërë më të fortë, të kanë bërë më të mirë. Jemi njohës për gjithë mësimet që të kanë mësuar. Fali ata që të kanë lënduar, mbase pa dashje të kanë dëmtuar. Mos se lëndo veten, mos e ngarko me energji negative. Sa mirë është kur e heq parën e urrejtjes dhe të lëndimit nga supët e tua. Çfarë bekimi? Lere të largohet kjo energji negative. Vazhdo përpara. Fale veten dhe të tjerët për çdo gjë që ka ndodhur. Asnjëherë mos shikon mbrapa. Mos u përqendro në të kaluarën, ajo nuk kthehet. Hakmarrja më e mirë është falja.